Përshëndetje, më në fund vjen paqja fiskale. Por çfarë është paqja fiskale e shumë pritur prej jush dhe a do ndikoj kjo tek juve? A i keni ende borxhet tatimore që u kanë rënduar për vite me radhë? Imagjino, borxhet më të vjetra se 10 vjet që do të falen plotësisht. Po diskutohet tashmë gjërësisht për ligji i ri për faljen e detyrimeve tatimore të para 10 vjet. Implementimin e një skeme të re për ripagimin me përqindje të detyrimeve tatimore të periudhës 2015-2025. Pra qeveria do të hartojë një skem për ripagimin e viteve 2015-2025 të reduktuar. Gjithashtu po diskutohet për heqjen e interesave dhe të gjobave të grumbulluara nga detyrimi principal. Kjo nismë synon të reduktojë barrën tatimore të tatim-pagues, duke ofruar mundësinë për faljen e detyrimeve të vjetra, ripagimi me kushte më të favorshme për detyrimet e viteve të fundit. Po ju, a do të përfitoni nga paqja fiskale? Shkruani po në koment. Shpërndaje këtë video me dikë që ka borxhe tatimore.